Zotja Slane, kam dëshirë fillimisht të ndalemi në periudat pak më të hershme, e mbaj mend fare mirë, kemi qenë bashkë, kur ju keni vendosë të bashkangjiti ushtrisë shqiptare të Kosovës. A mund të përshkru në atë moment pak për opinionin tonë edhe shikuesit tanë? Po, dhe ne kemi qenë kolegë edhe në shkollë mesme në Meksis, kur kemi punu së bashku, përfundoj gati në përfundimi është e viti, dhe u qfaq, u ka veç pa dalë ma herët, u angazhu në QK, u bani një takim ndarës me neve të kryesisë dhe kësë, dhe të regoj që nuk do të kthehet më, sepse do të jeti rrezikuar nga arrestimi. Pas disa dite, një bashkangjita dhonë në shtanë shkova, u takova me komandantin atërshëm, zotin Blejm Kuqi, edhe mendimin e tyne strukturës komanduse gjetën një hapësirë se me tjeshtë vendosë me një objekt për kushtet atërshëm ka qenë jashtëzakonisht e mirë, sepse s'kemi pas spital kushtimisht me standardet larta. Thash, mirë mi qetë edhe kemi pas vullnetin që t'ju shërbejmë aty një ushtarëve të cilët kishin vendosë të luftojnë për Kosovën.